elektrike kuptohet, tash përpesoj, i keni pa fakturat, i keni marrë, i keni pa që jeni paguni rrymë ma shtrajt se so vitin e kaluar, ama pa merak, edhe ma shtrajt ka me ardhë vitin e ardhëshëm rryma, edhe ma shtrajt vitin tjetër, mirë po e mirë është që na Kosovarët kemi pare boll, kështu që në regull jemi. Edhe ashtu, shtrejtimi rrymës për anvisri ka qeni para parë moti, por tem ka qenë, ose s'paku tem interesante për do, ka qenë shtrejtimi i rrymës për biznise, cilave biznise, qëtu ju pretë qa. A ju kujtohet 1300 biznise, rrëth 1300 që ankuashin që po ju shtrejtohet rryma për 100-200%. ZRE-ja në atë ko pohonte që veç po zbaton atë që shkru në dokumente, qeveria pohonte që ZRE-ja është e pavarur dhe përgjithësi jep kuvendit, kurse kuvendi ishte në periudhën e ekskurzioneve mentale të Avni Deharit. Oda ekonomike e Kosovës, që e përfaqëson një pjesë të atyre bizniseve, e ka fituar lëndën në gjykatë ndaj ZRE-s. Gjykata Supreme ka vendosur në favor të odës ekonomike duke e shpall të paligjshëm dhe duke i shfuqizuar dispozitat kryesore të 2 akteve nënligjore të zyrës së rregullatorit të energjisë, nenin 8 udhëzuesit për liberalizim të tregut të energjisë elektrike të SHEHETI 2017-s. Edhe nenin 2 udhëzuesit për ndryshim e plotësimin e tij të vitit 2019. Edhe një herë, 2 dokumenta të vogtit para pandemisë kanë qenë shkruar me keq në mënyrë jo ligjore, kujtën me nuk i ka rënë marrë me këtë sport. Për shkak se si janë zbatu kur. E kur ka nismu zbatu është konstatu që ZRE-ja i ka interpretu gabimisht edhe i ka zbatu në mënyrë kundërtën se kriteret ligjore për të drejten e shërbimit universal, veçanërisht duke u bazu në interpretim të gabuar të ligjit për energji elektrike. Pero, gjykata fillimisht e ka konstatu që ka mos përbudhje mrena ligjit për energji elektrike, me që në fillim shkruan që të drejtën e furnizimit universal e gëzojnë konsumatorët familjar edhe ndërmarrjet ekonomike që punësojnë jo më shumë se 50 punonjës dhe që kanë qarkullim vjetor jo më shumë se 10 milion euro. Më poshtë në ligj shkruan qarkullim vjetor jo më shumë se 10 milion euro ose jo më shumë se 50 punonjës. Tash, mos divçat në kuvend nuk kanë ardhur në legjislaturën e 8 ose të 9, mos divçat aty ka pas edhe më herët, që kjo është një prej dëshmive. Çka është dashur të bëhet, gjykata është dashur me u referu tash direktivës evropiane, që e pas ka numrin 2009/72/EC, e cila është pjesërisht e transpozuar në legjislacionin e Kosovës. Po me që deputet tonë s'kan ditë as copy-paste me bo, u marrë vesh që nuk është ose 50 punëtor ose qarkullimi 10 milion, por është edhe 50 punëtor edhe 10 milion qarkullim me fjalë tjera. Nëse i ki 100 punëtor, po nuk i qarkullon 10 milionën vit, ki pagur rrymet shtrajt në bazë të një vendimi jo ligjor. Gjykata po ashtu ka konstatu, nese, jo bashkë me qëto fjallë, si krejtaj yryshi njerëzve të afërt me pushtetin me qelë firma për me shit rrym, s'ka pos bashkë shumë efekt, sepse numri vogël i furnizuzve aktiv ka bërë që të mos ketë konkurrencë reale, për mos me thonë, prapë se thot gjykata, oligopol, ose mos me thonë kartel. Mirë shumë. Gjykata i ka shpall 2 udhëzuesit e ZRE-sit paligjshëm çka tash? 2 gjëra. E para hidhet poshtë tash dhe kërkesë padia për shfuqizimin e njoftimit publik të marsit të si vjetëm, detyrimin e ZRE-s e po ashtu që me udhëzu keskon që me i korrigju fakturat, edhe shfuqizimin e kontratave të pjesshme individuale. Kjo i bjen që nëse një biznes në baza jo ligjore ka pagu rrymet shtrajt deri tash, ai për me fitu drejtën e vetë duhet me padit shtetin, me që gjykata nuk e ka anullu ose s'ka udhëzu korrigjim të fakturave. E dyta, për me përfundu ato që e nisëm. Boni gati për me pagu rrymë ma shtrajt edhe vitin ardhshëm. Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, në periudhën janar-shtator 2025, e në importu 1100 gigawatt rrymë ma shumë se sa në periudhën janar-shtator 2024. Ma shumë import i bie ma pak fitim, edhe për të kompenzu kjo dihet, duhet më shtrejtu rryma. Pra, rritja për biznise për tel që ka qenë jo ligjore, për liberalizimi tregu tashmë është fakt. Rritja për anvisri ka qenë ligjore, ka me vazhdu si e tilë si mas tona gjasave edhe e bojshim e shnet. Mysafir i por sonte Besnik Berisha.